Zemra Buçi, zemra. Is your lover playing on your side? You say he loves you, but he ain't got time. Here's the answer, so come and get it while you still got time. Hey, full of honey, just to make him sweet, just to fall in, just to help him see what he's been missing. So come and get it for a knockdown price. Hey, get your boys on his knees and repeat after me. Say, take a sip of my secret potion, I'll make you fall in love. A spell that can't be broken, one drop should be enough. But you belong to me, I got the recipe, and it's called black magic. Magic. Take a sip of my sacred potion, once they say you'll be mine. It's a spell that can't be broken, it'll keep you up all night. But you belong to me, I got the recipe, and it's called black magic. Called black magic. If you're looking for Mr. Right, need that magic to change you overnight. Here's the answer, so come and get it when you got time. Oh boy, hey. Castro. Get your boys on his knees and repeat after me. Say, no, take a sip of my secret potion, I'll make you fall in love. A spell that can't be broken, I just should be enough. But you belong to me, I got the recipe, and it's called black magic. Magic. Take a sip from my secret potion, once they say you'll be mine. The spell that can't be broken, it'll keep you up all night. Belongs to me. You remember? Si quhesh, mirë mbrëma? Mirë mbrëma, quhem Alisa Shtylla. Alisa, çfarë të pengonte duke pasur në dispozicion çdo gjë që një artisti vërtet mund t'i kishte? Kishe frikë, ishe ndrojtur? Gjithmonë kam patur frikë nga skenat. Por dëshira për të kënduar ishte më e madhe dhe erdha sonte pranë jush. Shumë mirë bërë, Alisa, bravo. Alisa, mos, përse zgjodhe këtë material? Të pëlqen kjo këngë? Ishte pak e vështirë për ty, nuk e di, nuk të rinte, nuk ishte për kordat e tua, kush ta sugjeroi? Dhe ngjante sikur po e këndonte për qefin e vet, domethënë, po sikur kishte frikë nga zëri i vet mbi të gjitha. Eksakt, jam shumë dakord. Në fakt, mund të këndoj diçka a kapela për ju, nëse më jepni një shans. Dëgjoj, më fal, Alisa. Alisa, më dëgjoj. Unë mendoj se në momentin që shfaqesh, kushdo që të shoqëron këtu nga publiku, përveç se është dashamirës yt, asgjë tjetër. Pra, të mbështesim me duar të kytje, me sy, me zemër, që ti të japësh më të mirën tënde. Dhe në momentin që del në sken, duhet të kuptosh, Zoti një është dhe është i madh. Po ti të thuash, Zoti më ka nxjerrë mua sot këtu në sken dhe do këndoj për qefin tim, për qefin e publikut, do jap më të mirën dhe ikën emocioni. Shumë faleminderit. Sepse kontraktimi psikik bën kontraktimi fizik, të më falësh, unë nuk jam këngëtar. Po. Unë respektoj guximin dhe nuk e quaj atë që ti shiko se erdhe sot, edhe sikur të marrësh një dhe tikësh, ti duhet ta vazhdosh këtë lloj, përdesa e ke pasion, dashuri dhe nesër ta kthesh në profesion. Pse jo? Zërin e ke. I thash gjitha unë. Shumë faleminderit. Unë mendova se vetëm fillimi ishte i pasigurt, prandaj nuk e dhash në fillim butonin e koq, por ti vazhdove gjithë kohën me pasiguri. Duke fillu nga shikimi, nga gestikulacionet, gjë që u reflektu edhe në këndim. Ishte një pasiguri e madhe, edhe unë nuk besoj që kjo me kohë hiqet. Unë besoj që duhet
ndoshta shumë eksperiencë në skenë, në rastin tënd, që të hiqet. Mirë po një gjë guxoj ta them, skena është për guximtarët. E lyp, e kërkon guximin. Duhet ta kesh. Hajde ta këndoj një akapela me që donte. Kërkoj të këndon në një këngë akapela. Unë mendoj që duhet t'ja plotësojmë. Po, jam Okej. dakord, ja Po. plotësojmë, po si jo. Oh no, here we go again, fighting over what I said. I'm sorry, yeah, I'm sorry. Bad at love, no, I'm not good at this, but I can't say I'm innocent, no, hardly. But I'm sorry, and all my friends, they know and it's true. I don't know who I am without you. Get it back, baby, get it back. Oh, tell me you love me. I need someone on days like this, I do. Alisa, unë mendoj që ti të vazhdosh të punosh, të kërkosh të vetja jote, dhe në sezonin 3 të Albania's Got Talent, ti patjetër duhet guxosh ta kërkosh këtë skenë, edhe në mos qofsha unë këtu antar jurie, do jetë dikush tjetër dhe do të thotë bravo, ti duhet punosh. Mos u tryq mbrapa, mos u dorëzo. Për mua, ky është dërsimi im. Jam dakord me Gonin, besoj se ti ke shumë punë për të bërë përpara, për të përmirësuar vokalin tënd, dhe mendoj se ti duhet të përqendrohesh në një zhanër tjetër, pak më pak teknik, se sa këto këngë të dyja që solle sonte, me trille, me kalime të tjerë, sepse nuk e gati teknikisht për të përballuar. Merë materiale pak më të thjeshta. Kjo është këshilla që t'jap unë, edhe të mirëpresim sigurisht në edicionin e vitit tjetër. Shumë faleminderit. Faleminderit. Di për çfarë jam i mirë unë këtu? Për të dhënë përqafime. Faleminderit. Ti je shumë e mirë dhe mërzitja është ditën e parë, ditën e dytë, ja ditën e tretë. Po mbas shumë kohësh do kuptosh sa gjë të mirë ke bërë që ke thyer një copë zakulli. Unë gjithsesi nuk mendohem. Jo. As pak. Tani e kuptoj se çfarë vlere ka të dilja të në skenë, sepse kuptova shumë. Është hap i rëndësishëm. Edhe u thami që skena është për guximtarë dhe ti je guximtare. A ka nevojë për përmirësime? Po, gjithë. Të gjithë. Shumë faleminderit. Suksese shumë.